Kjo është Shyre te Krasniqi. Është rreth të 70-tave. Ajo është zgjuar më herët se zakonisht sepse 13 marsi është një ditë e veçantë për të, për fshatin Brezne, por edhe për të gjithë krahinën e Opojës. Në këtë datë shënohet Dita e Verës, apo Verzës, siç e quajnë në këtë krahinë, e cila në gjenez është fest pagane. Zonja Shyreti ja ka mësyr ahërit këtë mëngjes për të mbledhur vezët, të cilat në këtë krahin janë pjesë shumë rëndësishme e rritjes të verzës. Sikurse zonja Shyrete, edhe të rinjët e fshatit janë zgjuar herët dhe kanë dalë në mal për të prerë dëllinja. Në këtë periudhë, dëllinjat janë të domosdoshme për secilën familje të këtij fshati, sepse ato u shërbejnë për të pastruar ogjaqet e shtëpive, të cilët janë mbushur me lum gjatë gjithë dimrit. Pasi mbarojnë punë, të rinjët me dëllinjën e krah kthehen në fshatin e tyre, i cili shtrihet përballë maleve të sharrit. Kthehen në fshat, aty ku tashmë ceremonia e rritit të verzës ka filluar. E zonja e shtëpisë hedh ujë mbi 10 travezë. U hedh edhe pak fletë të qepëve me qëllim që ato të marrin ngjyrë dhe të duken edhe më të shëndosha se që janë. Fundja vezët këtë simbolike kanë, sikurse në çdo rit, edhe tek verza, vezët simbolizojnë shëndetin, mbarsinë dhe pastërtinë e shpirtit. Kjo ceremoni i bën kurioz të gjithë, e sidomos fëmijët. Ndërkohë në fshat tashmë kanë arritur të rinjët, të cilët me dëllinjën e krah, përmes disa thirrjeve lajmërojnë fshatarët se Stina po ndryshon edhe për bagtit. Zonja Shyrete ka dëgjuar se të rinjët kanë sjellë dëllinjën nga mali. Prandaj ka mbushur bofshën me vezë dhe është duke dalë për t'i pritur ata në cep të rrugës. Me që djemët nuk i ka në shtëpi, ajo u kërkon të rinjeve një dëllinjë, sepse i duhet për të pastruar gjakun. Ajo i shpërblen të rinjet me nga një vezë. Më pas kthehet në shtëpi, aty ku tashmë janë tubuar vajzat e mahallës dhe bëjnë ceremoninë e ngjyrosjes së vezëve. Këtu ka një garë me zvajzave, cila po ngjyros më bukur vezët. Derisa vajzat të ngjyrosin vezët, të rinjet kanë filluar grumbullimin e druve për zjarrin që do ta adhezin gjatë orëve të hershme të mëngjesit. Zjarri është pjesë më e rëndësishme e ritualit të verzës. Ndërkohë në qendër të fshatit kanë filluar të tubohen vajzat. Vend takimi i tyre është tek vendi i quajtur Kroi i Hoxhës.
këngët e kënduara Enkas për ritën e verzës, si kur ftojnë vajzat e gjithë lagjës për t'u bashkuar në fest. Edhe djemtë i bashkohen festës në qendër të fshatit. Nga qendra, të rinjet dhe të rejat marrin rrugën drejt malit, atje ku do të mbledhin lulet e verzës dhe ku do të bëjnë ceremoninë e thyrjes së vezëve. Derisa të rinjet po ngjitën drejt malit, në shtëpi zonja Shyrete pastron gjakun e shtëpisë. Përfshin o gjakin këtë qijat e shpis mi qitë për jashta, e të miret me na u këthyje se po del vera, me veç, me tri, me fmi, me kret. Që shto kemi adit. Derisa ngjitën drejt Bjeshkës, vajzat këndojnë vargje të njohura të kësaj ane dedikuar rritjet e verzës. Gji po shkojmë për pjet pyllit, buke vo pi qajmë bylbylit. Gji po shkojmë për pjet Bjeshkës, buke vo po i qajmë shkneshkës. Kur arrin në Bjeshk, tek Lisi, vajzat bëhen rreth dhe këndojnë, ndërkohë që dy prej tyre luhatën në sallanxhak, siç e quajnë luhajën në këto anë. Derisa vajzat luhatën, djemtë i përvishën punës sërish për të mbledhur sa më shumë dru për zjarrin e mëngjesit, sepse zjarri i tyre duhet të jetë i madh. Kjo ka dhe simbolikën e fuqisë në të njëjtën kohë edhe të mjeshtrisë.
Mbledhja e luleve të verzës është njëra prej pjesëve më të rëndësishme të ritit të verzës. Këto lloj lulesh qelin në muajin mars, në periudhën kur bora është në shkrirje sipër. Sikurse vajzat dhe djemt, edhe fëmijët mbledhin këto lloj lulesh për t'i marrë më pas me vete në fshat dhe për t'i vendosur në disa pjesë të rëndësishme të shtëpisë. Edhe këto lule e kanë simbolikën e vet. Cak, u bofsha sa lisjega. Pasi mbledhin lulet e verzës, bëhet edhe ceremonia e thyerjes së vezëve. Vajzat, 2 nga 2 afrohen tek lisi dhe thejnë vezët duke thënë: "Cak, cak, cak, u bëfsha sa lisi e gat." Kjo ceremoni ka simbolik të fuqishme që flet për dëshirën e të rinjeve që të jenë sa më të shëndetshëm në stinën që po vjen. Pasi vajzat thejnë vezët në lis, nga ana tjetër djent fillojnë garën e ndeshjes së vezëve. Sipas studiozëve të etnologjisë, gara me vezë të ngjyrosura është një garë për jetën, për dominimin, për të treguar se cili është më i fortë dhe më i shëndetshëm se tjetri. Kjo ndeshje e vezëve është një simbolik, një imitacion, një homeopati, një veprim pothuajse magjik në luftë për dominim. Pasi kryen ritualin e thyerjes së vezëve, djemt dhe vajzat duke u kthyer në fshat, rrugës, në përthera lën bukë ve, por siç i këndojnë ata, bylbylit, shkneshkës dhe beçarit. Vajzat tashmë kanë arritur në fshat. Ato ja kanë mësyer shtëpisë së zonjës Qyrete. Me t'u afruar tek obori, ato thërrasin të zojën në shtëpisë. Mora pleshta, s'kom me i kumë që në të vonë të boj verën sa të mamë. Aki e mora pleshta. Mora pleshta, s'kom me i kumë më Përgjigjet e zonjës së shtëpisë kanë simbolikën e largimit të këqijave nga shtëpia, duke e pritur kështu stinën e verës me shëndet e pleshmëri. shëndet verën të apres. Faleminderit shumë e qika. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Më pas, vajzat i drejtohen shtëpisë, për t'i vendosur lulet e verzës, të
të cilat i kanë mbledhur në bjeshk. Vendosja e këtyre luleve mbi dyert të shtëpisë, vatrës dhe aharit kanë simbolikën e bereqetit, shëndetit dhe pleshmërisë. Gjipo bëjshë loka? Për lidhi me lokën do të cunga që tu mos më na bon kërkush mund gjinj. Sër me li, sër me lesh, goj ka pje, goj ka pesh, po ja lidhi gojën e almikit me kërpesh, po ja lidhi, po ja cungoj, që të mpe, po ja guzhmoj. Këto lidhje të perit, të cilat po i bën ezonja e shtëpisë, kanë simbolikën e mbylljes së gojës së armiqve, në mënyrë që në stinën e re, askush të mos mund të flas keq për shtëpinë e zonjës. Etnologët këtë ritual të lidhjes cung të perit e shpjegojnë si magji e bardhë, që ka për qëllim mbrojtjen nga gjërat e liga. Dhe vjen koha e njerës prej ceremonive më të rëndësishme të ritit të verzës, ndezjes së zjarrit. Zjarri në këtë rit vjen me dy simbolika. Imitimi i rrezës së diellit apo dhënjes fuqi diellit përmes zjarrit, në mënyrë që ai t'ia kthej tokës dhe kështu të filloj stina e bujqësisë dhe blegtorisë. Dhe simbolika tjetër ka të bëjë me pastrimin nga të ligat dhe demonet negative.
Pastrimi nga të ligat bëhet edhe duke e kapërcyer zjarrin. Të rinjët e kapërcejnë atë nga 3 herë, në mënyrë që në verën që po hynë, të hynë të shëndetshëm, pa demone negative. Dhe kështu derisa të zbardh mëngjesi, vajza e djem këndojnë, vallëzojnë e luajnë rreth zjarrit. Herët në mëngjes, zonja Shyhrete derdh në një ujë që lëvizë llumin e shkundur nga oxhaku i shtëpisë, së bashku me perrin e lidhur cung të magjisë së bardhë. Kështu uji i merr me vete të gjitha të ligat të shtëpisë së saj, duke lënë pas shëndetin në verën që po vjen.